Ka sinjale se 262.000 m2 tokë në Xhavzota e ofruar për ndërtimin e Durana Tech Park do të përfundojë në duart e klientëve të Edi Ramës nëpërmjet të njëjtës skem që janë dhuruar tokat në Bregdet për gjoja investime strategjike me kontrata €1. Më 2 prill 2026, vetëm 3 javë pasi u zbulua afera e pastrimit të parave dhe evazionit fiskal me fantazmën Durana Tech Park, kryeministri Edi Rama, duke përdorur shumicën socialiste në parlament, ndryshoi ligjin numër 58 fraksion 2022 dhe e ktheu në park virtual. Kjo do të thotë se ky park teknologjik nuk do të ndërtohet fizikisht dhe nuk ka nevojë për sipërfaqe toke, por Edi Rama ka nisur lëvizjet për të dhuruar klientëve të tij sipërfaqen 262.000 m2 tokë dhe 3.000 m2 objekte. Më 27 mars 2024, me vendim numër 185, qeveria ja hoqi RTS-s këtë sipërfaqe toke, që ishte stacioni i antenave në Xhavzotaj, dhe me kërkesë të ministrit Blendi Gonxhe ja kaloi në pronësi Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për gjoja ndërtimin e Durana Tech Park. Më 9 janar 2025, me vendimin numër 13, qeveria ja hoqi tokën Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe ja kaloi korporatës së investimeve për të ndërtuar këtë park teknologjik. Më 2 prill 2026, pasi u zbulua afera, Parlamenti me kërkesë të kryeministrit Edi Rama dhe me procedurë votimi të përshpejtuar, ndryshoi ligjin numër 58 fraksion 2022, duke e kthyer në park virtual. Tani që Durana Tech Park u bë virtual, kryeministri Edi Rama ka menduar dhe po nxiton të bëj kurban 262.000 m2 tokë ku ishte parashikuar ndërtimi i parkut. Me urdhër të Edi Ramës, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe Korporata e Investimeve kanë deklaruar heqjen nga kjo sipërfaqe toke me argumentin e vërtetë se nuk ka nevojë për të, nga që Durana Tech Park do të funksionojë virtualisht, ndërsa Këshilli i Ministrave do t'ja kalojë në pronësi Bashkisë së Shijakut për projekte e zhvillimi urban e ekonomik nga subjekte private nëpërmjet partneritetit publik-privat ose për investime strategjike me kontrata €1 kundrejt një procedure për zgjedhje nga Bashkia. Dokumentet e mëparshme zyrtare që janë në dosjen e transferimit të 262.000 m2 tokë të RTS-s në Xhavzotaj tregojnë për një skenar të Edi Ramës, ministrit Blendi Gonxhe dhe drejtueses së korporatës së investimeve Elira Kokona për ta grabitur këtë sipërfaqe toke prej 26 hektarësh. Sipas vendimit numër 13, datë 9 janar 2025 të qeverisë, vetëm 140.000 m2 tokë ishin planifikuar për Durana Tech Park, ndërsa 122.000 m2 janë nxjerrë jashtë projektit dhe nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, kur e drejtonte Blendi Gonxhe, janë regjistruar veçmas si tokë pa fryt. Madje në dokumentat e kësaj ministrie dhe në dokumentet e korporatës së investimeve rezulton sikur Durana Tech Park në Xhavzotaj ishte ndërtuar, por nuk ishte vendosur asnjë tull dhe për të fshehur aferën dhe për të zhdukur gjurmët e saj, kryeministri Rama e kaloi në park virtual më 2 prill 2026, por Edi Rama ka menduar një skenar edhe për fatin e kësaj toke shtetërore në Xhavzotaj, siç ka vepruar me qindra hektar toka në Bregdet dhe në qytetet Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, Shkodër e të tjerë. Prej muajit dhjetor 2025, Ergjys Agasi është shpallur në kërkim nga SPAK, por ndërkohë që po bëjnë sikur e kërkojnë, Kysi vazhdon të kontrollojë në distancë drejtorinë e përgjithshme të antikrimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Drejtoresha e përgjithshme e antikrimit kibernetik vazhdon të jetë Ervina Gjana, pjesë aktive e grupit të Ergjys Agasit, e lidhur nëpërmjet bashkëshortit të saj Renato Hristić, i përfshirë edhe në grupe e veprimtari të tjera kriminale. Më 16 dhjetor 2025, me vendim të SPAK dhe gjykatës së posaçme, drejtoreshës Ervina Gjana ju sekuestrua telefoni, kompjuterët, dokumentet në zyrë dhe materiale të shumta në shtëpi që përbëjnë indicje dhe prova veprash penale. Sekuestro krye në kuadër të një hetimi për përfshirje në grup të strukturuar kriminal me aktivitet mashtrime online, call center, ndërhyrje në sistemet informatike dhe Teams, dhe konspirim të dhënash sekrete të policisë e bashkëpunim në krimin kibernetik me bashkëshortin e Renato Hristić në favor të Ergjys Agasit. Megjithëse në hetim nga SPAK me akuza për përfshirje personalisht e familjarisht në veprimtari kriminale dhe grup të strukturuar, Ervina Gjana vazhdon të jetë drejtoreshe përgjithshme antikrimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Mbajtja në detyrë antare së grupit Agasi është cënimi i sigurisë dhe konfidencialitetit për informacionin e brendshëm të policisë dhe agjensive shqiptare e agjensive të huaja partnere që shkëmbejnë të dhëna për luftën kundër krimit. Nisur nga ky profil i Ervina Gjanës dhe rastet e mëparshme të hetimit penal të saj për lidhje me krimin, është emergjente ta shkarkojë nga detyra e madje ta largojë nga shërbimi i policor, sepse de facto drejtoria e përgjithshme antikrimit kibernetik kontrollohet nga Ergjys Agasi. Për më tepër, Ervina Gjana rezulton me 4
dosje të tjera penale në Prokurorinë e Tiranës, në SPAK dhe në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Më 2 kushte 2023, bashkë me drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit, Ervin Muça, drejtoresha antikrimit kibernetik Ervina Gjana, grabiti databazën me dhënat sekrete të Policisë së Shtetit, grabitën të dhënat për hyrje e dalje të personave në pikat kufitare, dokumentet biometrike, dosjet për ngjarjet kriminale, aksionet e policisë, listat e personave të dyshuar për terrorizëm, personat në gjurmime e kërkim, komunikimet dhe raportet sekrete mes policisë, drejtësisë, agjencive të sigurisë dhe partnerëve të huaj. Më 30 maj 2014, kur Ervina Gjana ishte specialiste IT-e në drejtorinë e Policisë së Shtetit, SHQB-ja e kallëzoi në prokurori dhe e pezulloi nga detyra, pasi kishte vjedhur hard diskun e kompjuterit zyrtar, kur ruheshin të dhënat e përsekrete. Në muajin janar 2025, ndaj drejtoreshës së antikrimit kibernetik Ervina Gjana u depozitua një tjetër kallëzim në Prokurorinë e Tiranës, por çështja u pushua në heshtje. Pra, policia po kërkon të arrestojë Ergy Sagasin, por faktikisht ai është brenda kupolës së policisë dhe informohet për gjithçka nëpërmjet ushtares së grupit të tij kriminal Ervina Gjana, drejtoreshe e përgjithshme e antikrimit kibernetik. Në fillim të muajit prill, kompania celulare One Albania njoftoi abonentët për rritjen e tarifave të shërbimeve me 2.2% mbi tarifën standarde të planit aktual tarifor, duke filluar nga data 1 maj 2026, rritje që sipas kompanisë detyron inflacioni. Por ndërsa ka bërë rritjen e radhës së çmimeve, kompania One Albania në 5 vitet e fundit ka raportuar bilance me humbje miliona euro dhe fitime të vogla, duke krijuar dyshimin arsyeshëm se pronari hungarez Galert Zoltan Jasaj dhe bordi ekonomik kanë kryer mashtrim fiskal. Në bilancin e vitit 2020, kompania One Albania raportoi fitim 11 milion euro, ndërsa në vitin 2021 deklaroi rreth 2 milion euro fitim ose sa 17% të fitimit të deklaruar për vitin 2020, që është mashtrim dhe evazion fiskal i dukshëm duke fshehur të ardhurat dhe fitimin real. Në bilancin e vitit 2022, One Albania deklaroi 31 milion euro xhiro dhe raportoi 5.5 milion euro humbje, ndërsa për vitet 2023, 2024 dhe 2025 ka deklaruar nga 155.160.000 euro xhiro dhe nga 12.013.000 euro fitim ose 0.8 lek fitim në vit nga çdo abonent. Është e paimagjinueshme që me 1.425.000 abonent të ketë xhiro dhe fitim vjetor sa një kiosk lagjeje, kur kjo kompani ka tarifa shumë të larta, të rritura 3 herë në 5 vitet e fundit. Skema e mashtrim evazionit fiskal 132 milion euro me 2 bilance të ndryshuara. Përveç se në Alp Telekom, evazioni fiskal nëpërmjet mashtrimit me falsifikim të bilancit tatimor është skema e vjedhjes së miliona eurove që mafiozi hungarez Galert Zoltan Jasaj po zbaton edhe si pronari i kompanisë celulare One Albania. Më 31 mars 2022, hungarezi i klanit të Viktor Orban bleu 94% të aksioneve të One Albania, ndërsa më 22 dhjetor 2022 kompaninë Alp Telekom e shkriu brenda One Albania me miratimin e qeverisë shqiptare, pa e kaluar këtë ndryshim pronësie të huaj në parlament, pa çka se është sektor strategjik i sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Bilanci i parë i vitit 2022 dorëzua me 11 milion euro humbje, i ndarë në 5.3 milion euro humbje të One Albania dhe 5.7 milion euro humbje të Alp Telekom, shifra false që tatimet ja pranuan sepse hungarezi është mik pazaresh i Edi Ramës. Në variantin e dytë fals, të dorëzuar më 26 qershor 2023 në QKB e tatime, që zëvendësoi bilancin e parë Alp, pronari hungarezi One Albania deklaroi 125 milion euro humbje, përkatësisht 4.6 milion euro për One Albania dhe 124 milion euro për Alp Telekom. Madje në vendimin për miratimin e bilancit të dytë fals thuhet, për shkak të humbjes së madhe financiare, kompania One Albania nuk do të shpërndajë dividend, fitim për ortakët, që do të thotë se përveç taksës së tatim fitimit shteti nuk merr as fitim si ortak me 3.1% të aksioneve. CEO i One Albania i skeduar nga SHQB për pastrim parash edhe në Shqipëri. CEO hungarez i One Albania Galert Zoltan Jasaj është i skeduar nga SHQB për pastrim parash në Hungari, Bullgari, Rumani, Serbi, Bosnjë Hercegovinë, Turqi, Maltëzi, Maqedoni e Veriut, por edhe në Shqipëri. Është skeduar për transferim aksionesh e kapitalesh, evazion fiskal e pastrim parash me disa firma. Por shteti shqiptar e ka lejuar të futet me blerjen e kompanisë së shërbimit celular, telefonisë fikse, rrjetit 5G, internetit dhe shërbimeve të tjera elektronike e digjitale, që lidhen me të dhënat e shtetasve dhe sigurinë kombëtare në Shqipëri, ndërsa drejtësia nuk vepron. Prej dhjetorit 2021, Klodian Zoto i landfilleve Elbasan, Tiranë e Fier është në kërkim si i dënuar për mashtrim, falsifikim dhe vjedhje të fondeve publike. I ratisur 3 ditë para se ta arrestonin, por përveç 8 bizneseve të tij që vazhdojnë aktivitetin dhe ju rikthyen pasuritë e sekuestruara, biznese ekzistuese të paprekura dhe biznese të reja të hapura pas goditjes nga SPAK, biznese edhe Ilza Zoto Bezhani, gruaja e Klodian Zotos. Ajo ishte futur biznesit të ilaçeve dhe produkteve farmaceutike me kompaninë e saj, Pharma Life Southeast,
të krijuar më 17 shtator 2024 me adresë Rruga Jeronim Derada, ndërtesa numër 1 hyrja 25, njësia numër 2 Tiranë, që është adresa e disa bizneseve të bashkëshortit Klodian Zoto, megjithëse Ilza Zoto Beshani ushtron aktivitet të regjistruar prej 20 muajsh në qendrën kombëtare të biznesit dhe tatime, kompania e saj Pharmalife Southeast nuk ka të dhëna për xhirot, kontratat, të ardhurat, shpenzimet dhe fitimet, por ka informacione se në këtë biznes, gruaja e Klodian Zotos është bërë pjesë e grupit të kontrabandës së ilaçeve. Në bashkëpunim me deputetin e Partisë Demokratike Kliti Hoti dhe kunatin e tij Dorian Sadiku, të dy importues tregtar ilaçesh me shumicë pakiz dhe me rrjet farmaceutik në pronësi të tyre. 28 dhjetor 2023, SPAK ushtroi kontroll në ambientet e kompanisë Delta Pharma në Tiranë, si edhe në disa farmaci të tjera të lidhura me deputetin Hoti dhe kunatin Dorian Sadiku, nga që kur Ilir Beqa ishte ministër ata përfituan kontratat manipuluara me vlerë miliona euro. Ndërsa deputeti Kliti Hoti u shkarkua nga detyra si drejtor përfaqësues i kompanisë globale farmaceutike Novartis në Shqipëri me qendër në Bazel të Zvicrës, pas informacioneve se bënte kontrabandë ilaçesh duke abuzuar me emrin dhe dokumentet e kësaj kompanie. Bashkë me të në tregun abuziv të ilaçeve dhe produkteve farmaceutike është futur edhe bashkëshortja e Klodian Zotos, zonja Ilza Zoto Beshani, duke përdorur kompaninë e saj për dokumente fiktive të shpërndarjes në rrjetin farmaceutik dhe furnizime të kompanive që marrin tender ilaçesh. Njëkohësisht ajo është bërë pjesë e shoqatës shqiptare të farmacive që drejtohet nga deputeti i PD-s Kliti Hoti dhe pjesë e shoqatës Unioni i Bizneseve Farmaceutike që drejtohet nga kunati i tij Dorian Sadiku. Sipas dokumenteve në qendrën kombëtare të biznesit Ilza Zoto Beshani, 5 muaj para themelimit të kompanisë së saj Pharmalife Southeast, konkretisht më 24 mars 2024, bleu aksione dhe është bërë ortake në kompaninë celulare One Albania. Siç është vërtetuar me dokumente, kompania One Albania është në pronësi të një klani mafioz hungarez, të regjistruar në emër të Gellert Zoltaniasait me lidhje miqësore dhe interesi me ish-kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban.